Shqipërinë e kemi parë si dënim, e jo si dhurat, mundësi, shpresë e dashuri. Prandaj jemi gatuar si ankimtar që shajmë vetveten dhe vendin e nuk bekojmë e as urojmë as kënd e as gjë. Lëvdojmë i përulemi vetëm pasurisë dhe fuqisë, nuk na hyjnë në sy më as pak vlerat, mundësitë, meritat e idet. Lëvdojmë u dorëzojmë atyre pak që kanë fuqi e pasuri, nuk nderojmë shumicën që ka mundësi dhe pakicën që ka dritë e dije. Nësa Shqipërinë e kemi jetuar si dënim, të huajt i kemi hynizuar si e bukura jashtë kangjellave. Prandaj ikim. Ikim sepse nuk e kemi bërë Shqipërinë tonë realisht vendin tonë. Ikim sepse Shqipërinë e shohim vetëm si varrezën e të parëve, por jo si shtëpinë e stashmes dhe së nesërmes. Ikim sepse edhe zhvillimin e sotëm e shohim si ndërtim pallatesh. Ndërtojmë pallate, qendra biznesi e kulla pafund. Zhvillimin e kemi përtypur si tulla e llaç që na bëjnë streha të mëdha, të vogla, luksoza të bubushme. Me pak fjalë edhe zhvillimin e shohim si ndërtim varrezash të reja ku ne banojmë por nuk jetojmë. Streha që sipas gjendjes që kemi, i ndërtojmë me luks brenda, kur e dim që çdo gjë është për i bret jashtë. Apo si shumica që kanë mjerim brenda e dorëzim jashtë. E nuk na bën më përshtypje asgjë. Ca ngrefosen se ja kanë dalë. Të tjerë gafurën pse nuk po u ecën. Nësa shumica ulin kokën duke pranuar të keqen si naturalitet. I shtym ditë të jetës në këtë çudi pa çudi e nuk kuptojmë as pse jetojmë. Faraonët e Egjiptit varroseshin në piramida, varre gjigande me gjithë shpurën e pasurinë e tyre. Ne varrosim shpresën në llaçin e tullat e zhvillimit ton, sepse aty në ato ngrehina është pasuria e vetme që kemi që na strehon ne, banon me ne e mbetet pas nesh si një varr i hapur. Nuk ushqejmë, nuk lejojmë krijueshmërinë, gjenin, talentet që janë ndër ne që të na shfaqen e të na ravizojnë një të shkuar të sotme e të nesërme të ndryshme. Edhe zhvillimi nuk e lejojmë të vijë si fryti i imagjinatës dhe gjenisë njerëzore, por e pranojmë dhe e gozhdojmë si matricë betoni, si varrezë. Imagjinatën dhe gjeninë njerëzore nuk e lejojmë as në shtet, as në institucione, as në media, biznese, madje as në art. Matricat i kemi të panegociueshme. Të gjithë të ngujuar në mendsinë e varrezës. Shteti si varrezë, institucionet si varreza, mediat si horror psikedelik, arti si përçartje dhe limonti masive, dhe të gjithë të dashuruar pas Big Brother dhe përputhen. Ikim sepse kemi tradhtuar e dorëzuar veten, kemi tradhtuar e dorëzuar nga ata që duhet na hapin sytet na shpjegojnë të vërtetat. Ikim sepse e dim që varrezën mund ta vizitosh me lule e veshje të bukura edhe një herë në vit. Strehën edhe mund ta kyçësh, a braktisësh. Tek e fundit matan kanë gjellës, ata të huajt kanë shtëpi, jetojnë. Ata nuk shtyn ditët si bëjmë ne këtu. Ata jetojnë, shijojnë, shprehen, shfaqen, shpallen, veçohen, bëjnë ç'të duan për të jetuar. Nësa ne këtu e kemi bërë jetën si ushtri, shtym ditët, nuk shijojmë sepse shtiremi, nuk shprehemi sepse dëmtohemi, nuk shfaqemi sepse baltosemi, nuk shpallemi sepse sulmohemi, nuk veçohemi sepse harrohemi. Kështu që ne si pas dëshirës e botë kuptimit, ose shkojmë e ndërtojmë shtëpinë tonë andej, ose shkojmë e vjedhim shtëpitë e atyre. Kush ndërton shtëpi andej, vjen një herë a dy herë në vit në varrezën këndej. Kush vjedh shtëpi andej, vjen e bëhet i nderuar, i admiruar, seksi, cool, trendi dhe i fuqishëm këndej. Pse ikim? Pse ikim?
sepse këtu nuk kemi shtëpi. Sepse andej mund të vjedhim shtëpi ose ndërtojmë shtëpi. Sepse këtu lodhemi edhe duke duruar, edhe duke u nënshtruar për të mbjetuar e për të zvarritur. Andej spaku lodhemi për të ndërtuar e për e realizuar. Këtu jeta të ndryshon vetëm nëse të bie telebingo, nëse bëhesh hajdut, nëse bëhesh byth lëpirësit fuqishmëve, ose nëse shkon matan kangjellave e vjedh shtëpit andej për të sorollatur e bërë jetë nate e luksi këndej. Andej jeta të ndryshon nëse punon e ndërton. Këtu jeta nuk të përmirësohet, thjesht durohet. Andej jeta të ndryshon ditë pas dite nëse ti e dëshiron dhe e kërkon ndryshimin nëpërmjet punës e zotësisë. Këtu, nëse vlen e ke dije, mend, virtyte e talente, i askush, i asgjë. Këtu, nëse je hajdut, mashtrues, batakçi, i fort, i pushtetshëm, je gjithkushi. Andej nëse vlen ke dije, mend, virtyte e talente, edhe mund t'ja dalësh mbane të bëhesh dikushi. E sigurt është që edhe nëse nuk bëhesh dikushi, spaku bëhesh me shtëpi. Andej nëse je hajdut, mashtrues, batakçi, i fort, i pushtetshëm, je si gjithkushi, por je edhe në kërkim, i stigmatizuar dhe i urryer. Prandaj ikim sepse këtu është gjithçka përmbys. Ikim sepse duam shtëpi dhe të nesërme. Këtu nuk kemi as shtëpi e as të nesërme. Prandaj merremi e konfliktohemi vetëm me për të varret e të parëve. Nga se nuk kemi shtëpi këtu, qeverisemi nga ata që na prishin, a ndërtojnë varre të parëve. Shpenzojmë energji, konflikte, debate vetëm për varret e nuk u japim fare hapësirë e kohë, ideve e projekteve për shtëpitë dhe të nesërmen. Nga se nuk kemi shtëpi e bëjmë shurtore e përshtyjmore çdo ambient privat e publik. Dhe gëzohemi, krenohemi, azemrohemi kur ata që na sundojnë ja nisin punës me çështje kaq serioze siç janë pshurrja dhe zhuli ynë i përditshëm. Askush nuk shpall projekte për të na ndërtuar shtëpi. Të gjithë administrojnë e sundojnë bazuar në huqjet e hallet tona si të pa vend e të pa shtëpi që jemi. Prandaj dështojmë këtu e duam të ikim. Sepse andej edhe nëse je mediokër je me shtëpi. Këndej nëse je mediokër bëhesh ministre udhëheqës partie. Ikim sepse nuk na tregojnë e as na ushqejnë me shpresën se një ditë këtu do të kemi shtëpi. Ikim sepse të gjithë dhe qeverisin e sundojnë duke na cunguar, a lejuar huqjet e hallet tona si mbjetojsa mes tre në Shqipëri. Sundojnë duke luftuar informalitetin ton e nuk na japin përgjigje as zgjidhje për anormalitetin e përditshmërisë tonë. Ikim sepse edhe ata që bëjnë opozit, apo drejtuesit e opozitës, na tregojnë se cilat huqje, halle, na janë lejuar a penguar e nuk na tregojnë gurë të kufinit, ku ne mund të kemi tokë, shtëpi, katandi, shpresë të nesërme. Ikim sepse ata që na qeverisin na sundojnë, ndërsa ata që janë opozit, drejtuesit e opozitës, mezi presin të vi ditat na sundojnë. Ikim sepse duam shtëpi, shpresë e të nesërme. Ikim sepse këtu kemi streha e nuk kemi ujë, rrugë e drita. Ikim sepse ikja është më ëmbël dhe më e mirë se durimi. Ikim.